mes tyre treve, që ne I kemi sot në pushtet, Berisha e ka rrahur Ramën. E kanë masakruar në Kodrat Liçenit, kur Rama në atë kohë ishte thjesht shkruante, ishte piktor, ishte pedagog I akademisë, pra nuk e di nëse ke pas mundësi të shohësh fotot e Ramës, e kanë masakruar barbarisht. Dhe kjo është bërë qëllimisht. Në 20 janar, u kujtoni që Berisha thoshte unë 4 snajper janë në 4 qoshet e kryeministrisë dhe I 5 do e mund. Dhe do marrë vishënimi I Rama. Por në 28 nëntor të 2000-s, ka qenë Ilir Meta që ka rresu Sali Berisha. Pra është I vetmi nga këta të 3 që e ka bërë këta. Sepse ne kemi në traditë, ku them ne gjithë shqiptarë. Pra, trimi është ai që flet për trimërinë. Trimi është ai që vepron, që tregon trimërinë. Absolutisht. Dhe ne për fat keq kemi shkuar në politikanë tani që ata vetëm flasin për trimërinë. Dhe prandaj sot po ta shikosh me ftohtësi, me qetësi dhe dashuri, kur thot Ilir Meta, sinqerisht domethënë më duket më trim Ibrahim Rugova. No, më duket më trim edhe pse ne atëherë në Shqipëri u bëm keq kur e pam që ai shkoi takoi Miloševićin, ne u bëm keq kur pam që ata e mbanin të rrethuar shërbimi edhe ushtria serbe, por nga ana tjetër, me çfarë ka mundur të mësoj mbrapa, ai veprim që bëri Rugova, bëri që të shpëtonte jetë njerëzish. Sepse gjëja që dinte më mirë Rugova ishte që ai nuk kishte një ushtri në dispozicion që të përballej me makinerinë luftarake serbe. Dhe në një përballje pa një mbështetje të madhe ndërkombëtare, siç erdhi nga NATO, patjetër që serbët mund të shkaktonin masakra shumë më të përgjithshme se ato që kanë bërë. Dhe nuk kanë bërë pak, kanë bërë jashtëzakonisht shumë. Por imagjinoje nëse do të ishte provokuar një konflikt në një situatë tjetër, kur ti nuk do kishe mundësinë e avionëve të NATO-s nga ajri dhe nuk do të kishte mbështetjen logjistike të Shtetet Bashkuara të Amerikës nga toka. Kështu që prandaj them që në këtë xhunglën tonë, këta majmunët që janë atje sipër, babuin dhe hjenat që u shërbejnë atyre, kanë shfarosur çdo gjë. Pra nuk kanë lënë as bar ngrënës në poshtë dhe as mish ngrënësit e tjerë. Pra na kanë ngel. Dhe ke pasur hjena është grabitçari që nuk la asgjë. Pra një luan kur ha një kafsh bar ngrënëse e lën në fund diçka. Hjenat nuk lën asgjë. Mbas hjenave ngel asgjë dhe prandaj ne jemi në një situatë sot që sinqerisht ta them nëse do pyesni, domethënë në Kosovë, sepse I vetmi kryeministër normal që më vjen në mend, nuk vjen nga Kosova, I hapësirës shqiptare. Mase mund të duket çudi, po them sinqerisht, unë do doja që në Shqipëri ne të kishim një kryeministër si Abdullah Hoti. Pse? Sepse unë mendoj që një kryeministër që s'bën asgjë, thjesht nuk I prish punë vendit. Të tjerët, duke dashur, duke thënë që po bëjnë shumë, na kanë dëmtuar shumë. Kurse dikush që të çohet del nga dera e shtëpisë në 7 mëngjesit, shkon në punë. Si krejt njerëzit e thjesht. Kthehet prapë në shtëpi. Mbaron punën dhe kthehet prapë në shtëpi, është njëri krejt normal. Pra Abdullah Hoti s'ka bëu kurrë, po keq bile s'ka bëu. Ai nuk na ka bë dëm. Dhe ne kemi arritur në pikën që ai që s'na bën dëm është më I miri mes gjithë tyre. Pra, mes gjithë qorrave ai më një sy. Pavarësisht atë as di diçka, kryesuria mos më bë dëm. Pa dashur, unë nuk e di e ka bërë me dashje apo pa dashje, por Abdullah Hoti na mësoi që mund të kemi edhe një kryeministër I cili nuk rri gjithë ditën në televizor, I cili nuk demonstron forcë, I cili nuk thot do bëjmë revolucion, I cili nuk e godet në mënyrë të pamëshirshme kundërshtarin, I cili nuk merret gjithë ditën me kundërshtarin, por merret kryej punën e vet. Ne na duhet një kryeministër që kur nuk bën detyrën, populli çohet dhe ta heqë. Ne çfarë bëjmë? Ne zgjedhim kryeministra që në momenti kur duhet I heqim, ata me fuqinë që grumbullojnë rreth vetes e detyrojnë popullin të ikë. Sigurisht. Po a mund të jetë domethënë piknisja e problemit Sali Berisha dhe Vllazërit Hakla kjo që e thova pak më herët? Medusa. Çështja e Tropoja thashë një herë ka patur nisi si një konflikt I brendshëm. Pra në Shqipëri dhe pastaj u zgjerua edhe për çështjen e Kosovës. Por sigurisht Haklajt u bën problematik të mëdhenj për Berishën sepse e goditën Berishën vendlindjen e tij. Berisha thash ka formimin është rritur në Malsi, ka formimin e Malsorit, për Malsor shumë e rëndësishme vendlindja dhe mos harroni nga momenti kur ka ndodhur incidenti I Haklajve me Berishën, Berishës I janë dashur 13 vjet e gjysmë që të mos shkel vendlindje.
Dhe ka qenë akuza kryesore kundërshtarëve të tij. Pra në një vend si Shqipëria, dhe ti të më shkelësh dot në linjën tënde, madje ai dhe kur u bë kryeministër ju deshën disa vite që të kthehej në vendinën e vet. Sigurisht që konflikti me Haklajt ka nisur gjatë ngjarjeve të 97-s, pra kur shteti po shkërmori në Shqipëri. Dhe kur me një vendim të Berishës po kërkoheshin vullnetar, të cilët do armatoseshin në Tiranë dhe do dërgoheshin në jug për të shtypur revoltën që quhen atë kohë që po e bënin pjesa e jugut të vendit. Dhe Fatmir Haklaj ka dalë në momentin kur ato kamionët po mbushen me rezervist dhe u ka thonë, ju nuk kini pse shkoni në jug. Kufiri ja ku është dhe hajde t'i bjem posës serbe dhe dalim në Kosovë. Ne nuk kemi pse bëjmë luftë në jug. Dhe për fat keq, në atë rast një pjesë e njerëzve kanë dëgjuar dhe kanë zbrit për kësaj. Dhe kjo ka mbet. Po ti thye urdhrin Berishës, ishte gjë e vogël. Së dyti, kur Berisha ka shkuar të bëjë miting në zgjedhjet e parlamentare të qershorit të vitit 1997, është ajo kaseta që ka pas zeron kur Berisha thotë du gjalla vdekur. Dhe vritet pikërisht Shkëlqim Haklaj. Atë ditë Fatmir Haklaj nuk ka qenë tropoj. Sepse djali i Xhaiti ishte vrarë në një prit në Milot dhe ai kishte shkuar në Milot. Pra ai ka qenë në Milot për të sjellë kufomën e kushërit vrarë. Por i vllai vet, pra vllai i vogël, Shkëlqim Haklaj, vllai tjetër Ylli Haklaj dhe një tyre i kanë prishur takimin Berishës. Dhe Berisha atij është regjistruar, unë e kam pas publikuar në emision atëherë, kur u thot truprojave të tij që unë nuk largohem nga tropoja pa e marrë ata me vete. Unë do gjalla vdekur me vete. Dhe ata tjerët që nuk e merrnin dot, sepse situata ishte e tillë. Por është fakt që vetëm 7 muaj nga ky miting, ngjarja që i vuri zjarrin tropoja çuditërisht në 97 nuk pati të vrarë. I mbjetoi, pra njerëzit e ruajtën në ekuilibër. Por ngjarja e parë që ka ndodhur në 5 janar të vitit 1998, në qafën e Luzhës, ku ka mbetur i vrarë pikërisht Shkëlqim Haklaj. Ky njeriu që Berisha thoshte do gjalla vdekur, ajo i vuri zjarrin tropojës. Dhe nga ai moment, Fatmir Haklaj, i cili natë kohë ishte shefi i komisariatit, doli nga veti dhe i reagoi për të marrë hak, sepse aty më nuk bëj fjalë për reagim të institucioneve. Dhe shteti në atë kohë, nëse shikon sot në gjathtësi, duket sikur i avantazhoi Haklajt, por në fakt shteti duke përdorur reputacionin që kishin ata, kulla e tyre, pra sot çdo shqiptar apo i huaj që shkon në Kërnaj, më është dashur shkoj dhe me të huaj me shqiptar, dhe kur shikon një kull atje të rrafshuar, e rrethuar me një sistem sigurie shumë, kulla e rrethuar 98-ën. Flasim për shekullin e kaluar, ne jemi në shekullin e 21, në ngjarjet e shekullit 20. Dhe është rrafshuar, u sulmua me armë kundër tanke, ju vendosë eksploziv, një kull që kishte mbi 100 vjet. Një kull që kishte patur emra burra të shuar që vazhdojnë dhe përmendën edhe sot. Dhe çfarë ndodhi me to? Sapo Berisha erdhi në pushtet në 2005, kulla e Haklajve u hodh në erë dhe ka